merreni këtë në dorë, e kam bërë se kam bërë dhe argumentin, po shumë shkurt se kemi kaluar gjithë. Shpresoj mos nga Trojanën. Okej. Vazhdoj të mendoj se Partia Demokratike do ishte më mirë me kryetar Sali Berishën. E kam bërë apo se kam bërë? E kam bërë. Okej, nuk ka nevojë ta diskutojmë, ne e dim që zonja Bregu mendon që ai duhet ishte prap kryetar. Jam përlotur edhe unë kur Berisha nda dorëheqjen, e kam bërë se kam bërë, e kam bërë, këtë e dim. Ka menduar shpesh që zgjedhja e Bashës, kryetari i PD-s, ka qenë një gabim. E ka menduar se ke menduar ndonjëherë në për të. E ka menduar që ka qenë zgjedhja e Bashës gabim. Kam votuar për Sokolov Dash. Po, absolutisht. Më pëlqen që jeni kaq i sinqert, edhe pse mund t'ju rrezikohet karrigja. Më ka shkuar shpesh në mendje që unë mund të jem e para femër kryetare e PD-s. Kujdes. E ke menduar ndonjëherë që mund të jesh e para femër në përgjithësi në Shqipëri kryetare një partie? Këtë e ke menduar ti. Se ke menduar? Këtë e ke menduar ti. Po jo, ti se ke menduar? Jo, duhet më jepë një alternativë tjetër. E ke menduar apo jo? Po pse jo? Për shembull, Po pres një herë që të shohri më këmbën e Partisë Demokratike. Nuk është keq ideja. Mua më do pëlqente shumë ideja që ja kanë bërë te Pyta Dumës u tremb. Jo, unë s'trem me fare. Unë ç'pun nga mundi. Jo, pse? Nuk është ky synimi sot për sot. Në politik nuk ka asnjëherë limite. Asnjëherë. Qielli është kufi dhe normalisht dhe absolutisht edhe unë kam më qejf shoh lart se sa poshtë. Mua më pëlqen ideja dhe ju e plotësoni shumicën e kushteve për çën. Mirë e kam. Dhe i pëlqen, e kuptoj që i pëlqen. Mirë, në rregull. Atëherë, e kam menduar ndonjëherë, po kështu e kam hequr mendimin, që e vetmja mënyrë për të postur Ramën është koalicioni me Ilir Metën. Domethënë, në gjithë jotet zakonshme, se ke menduar kur fare? Se ka menduar gjatë gjithë kësaj kohe, gjatë kohës që jemi në opozitë. Ka menduar që nëse Basha u mbet zgjedhjet e 2017-s, duhet japi dorëheqjen. Këtë e vendosin strukturat. Jo, po e keni menduar apo që duhet japi dorëheqjen? Këtë e vendosin strukturat. Ju si e keni, nuk e keni mbas zgjedhjeve me statut? Mbas zgjedhjeve është kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike. Jo, nuk jep dorëheqjen. Nëse u mbet. Kuvendi, mos më çon në rast hipotetike, ne duhet punojmë për të mos humbur. Okej. Më ka shkuar në mendje që nëse Rama do bënte atë qeverinë e famshme, po të më ftonte në kabinet do shkoja. E kam deklaruar publikisht as me Ramën as me Metën. As me Metën. Ka menduar dhe besoj që nëse Basha bën koalicion me Metën, unë do riqem nga PD, jap dorëheqjen nga PD-ja. E ke menduar? E deklaron që nëse ata bashkohen do ikësh nga Partia Demokratike? Jo, kam deklaruar që nuk do të votoja. Nuk do të votoja. Për një koalicion punësh. E mendova seriozisht kur dëgjova fjalimin e Sadria Bazit në Tibër që do kishte qenë më mirë të kishte qëndruar pedagoge apo gazetare. Kjo është një gjë që kam menduar e rimendoj shpesh herë në parlament. Shpesh herë në parlament. Po s'ka të bëj vetëm me Sadria Bazit. Mendoj shpesh që femra më seksi e parlamentit shqiptar jam unë. As nuk e kam, nuk më intereson fare dhe nuk e shoh vetëm. Jam pak e rritur unë tani sa për t'u marrë dhe për të përgëdhelur veten me tilla gjëra. Mirë, po ka një gjë ama që ti ndoshta e merr me sportivitet, po që je një deputetet më charmante në atë parlament je. Ky është fakt. Se edhe aq pak sa jeni. Dhe e dyta që tani nuk e di po kam parë nuk e di pashën për portalet fotot me vajzën. Të ka dhënë një nur akoma më të madh vajza apo jo? Dhe ishte bërë shumë e bukur vajza. Vajza është shumë e bukur dhe besoj si për çdo prind nuk ka lumturi më të madhe se të shohë t'ia kaloj fëmia. Okej. Mirë, ishte Zoja Majlina Bregu, një ndër deputetet që flet trosh brenda opozitës. Në fakt, në rezumen që i bëjmë kësaj interviste, është mirë kur gjithmonë brenda partive ka demokraci dhe njerëzit shprehin mendimin e tyre sepse e shëndosh partinë. Kjo është një ndër elementet që i dihet për plus zotit Basha në leadershipin e tij që nuk ka tentuar të mbyll zërat kundra. Ky vit do jetë një vit i nxehtë elektoral, s'keni parë asnjë gjë akoma dhe shumë interesant, po shpresojmë në fund fare që të jetë për të mirën e shqiptarëve. Publicitet rikthehemi pas pak me pjesë të tjera të programit. Faleminderit që ishim në raport.